Një gjysh kalon pak kohë pranë arkivolit të nipit të tij para se të fillonte ceremonia e varrimit. Ai është vetëm në kishë kur dëgjon një zhurmë të çuditshme nga arkivoli. Në fillim nuk di ç'të bëj, pastaj fillon të panikoset. Më pas ndodh diçka e pabesueshme. Diçka u mbështete arkivoli nipit të tij. Kisha ende ishte bosh, ai donte të kalonte pak kohë vetëm me nipin para se të fillonte varrimi. Një pshërëtim i rënd i ngriti dhe pastaj uli gjoksin. Papritur, u dëgjua një zhurmë. Ishte e dobët dhe zbrazët. Kjo nuk ishte thjesht druri që lëvizte, ishte diçka më e dendur. Qimet në qafën e tij u ngritën. U dëgjua një tjetër zhurmë, kjo më e fortë dhe padyshim vinte nga brenda arkivolit. Frika i zuri fytin. A kishte bërë një gabim të tmerrshëm varrmiesi? A mund të ishte nipi i tij? Jo, e pamundur. Megjithatë zhurmat vazhduan. Bota e diku u kthye përmbys. Duart i dridheshin te druri i lëmuar, ishte i lëmuar dhe i ftohtë. Përfundimtarja e tij la një gung të sëmurë në stomak. Megjithatë zhurmat tani ishin ritmike duke goditur në një model të çrregullt kundër kapakut të arkivolit. Diçka donte të ulërinte, të hapte kapakun, por tmerri i plot e kishte ngrirë. Nipi i tij, djali i tij i but, nuk mund të ishte gjallë në atë kuti apo jo. Dhe nëse jo ai, atëherë kush ose çfarë? Mendimet i rrotulloheshin dhe i lidhnin zorrët nyje. Një pikë djersi i rrodhi poshtë ballit, mendja i vraponte. Jehon? Jo. Akustika në kishë nuk ishte tillë. Tubat nuk i kishte dëgjuar kurrë të trokisnin më parë. Vështrimi i tij përshkroi mure duke kërkuar çarje ose ndonjë shenjë se nga mund të vinte zhurma, por nuk kishte asgjë. Zhurma vinte qartësisht nga brenda arkivolit. Duhet të ishte një mashtrim, një shaka e tmerrshme luajtur nga ndonjë shpirt i sëmurë. Por kush do të guxonte? Gishtat e dikut u lëvizën. Ai dëshironte të hapte arkivolin dhe të përballej me të pamundurën. Pastaj një tjetër zhurmë e mbytur, kjo më afër një ngulçimi. Nuk mund ta injoronte më, duhet të vepronte, duhet të dinte. Një valë e re zhurmash goditi kapakun. Duart i qëndronin mbi dorezën e ndritshme prej bronzi. Pastaj me një forcë të pastër vullneti, ai kapi metalin e ftohtë. Një ekzaminim i nxituar zbuloi se nuk kishte çarje. Nuk kishte asnjë mënyrë të dukshme që diçka që të kishte hyrë brenda. Një kafshë, ndoshta një ketër ose një zog, duket absurde. Goditjet e çmendura nuk përputheshin me asnjë krijesë që mund të imagjinonte. Racionalizmet u shëmbën në peshën e një realizimi të frikshëm. Kjo nuk ishte zhurmë toksore. Trupi i nipit të tij qëndronte i mbyllur në atë arkivol dhe ajo zhurmë, ajo ishte diçka tjetër. Por çfarë? Ai refuzoi të linte mendjen e tij të ende në atë rrugë, por pyetja i digje në vetëdije. Gishtat e dridhur të dikut gjetën kapsen. Një klikim dhe kapaku u lirua. Koha dukej se zgjatej, pastaj u koput ndërsa dik hezitoi. Frika luftonte egërsisht kundër nevojës së zjarrt, të tmerrshme për të ditur. Duhet i jepte fund këtij makthi. Çfarë do të merri që mund të zbulonte? Me një lëvizje të shpejtë të dëshpëruar, dik hapi kapakun lart. Heshtja që pasoi ishte ogurzez. Syt i mbyllën me forcë, çdo muskull u përgatit për një ulërim, një fluturim zogj, ose ndoshta erën e mishit të kalpur. Një çast kaloi, por dukej si një përjetësi. Më në fund, ai guxoi të hidhte një vështrim përmes çepallave. Frymëmarrja e tij e papritur jehonte në qetësinë e kishës. Duke e vështruar, ishin sy të gjerë, të mbushur me tmerr, padyshim njerëzor, padyshim të gjallë. Fytyra ishte re, femërore, e ndotur me dhe dhe lot. Një shami e grisur i mbyllte ulërimat. Kyçet e saj ishin të lidhura, por sa ishte trupi i nipit të tij. Konfuzioni e pushtoi dikun në një rrjedh marramëndse. Ishte kjo një ëndër? Jo, era e frikës në ajër ishte shumë reale dhe përpjekjet e vajzës ishin shumë të dëshpëruara. Si, pse, mendja e tij rrotullohej. Një rrëmbim, do një mendim i çmendur që ende nuk mund ta kuptonte. Por asnjë nga këto pyetje nuk ishte rëndësi tani. Një jetë varen në ekuilibër, paniku e shtyu në veprim, ai luftoi me shamin dhe të qarët e vajzës shpërthyen sapo pëlhura u hoq. Fjalët e saj dolën në një rrjedh të dëshpëruar të pakuptueshme, por të mbushura me tmerr të plot. Dik mezi regjistroi ato, fokusi i tij ishte i vetëm, ta çlironte. Gjërat po ndodhin shpejt dhe gjithçënia e tij ishte zhytur në pamjen e pamundur. Tmerri i pastër ishte kthehur në fytyrën e gruas së re. Sytë e saj ishin të gjerë dhe të ndjekur. Çdo mendim racional u avullua. Situata ishte padyshim e çuditshme. Kishte diçka më të errët që po ndodhte,
Por çfarë mund të ishte më e ligë se sa të varrosje një person të gjallë? Gjithçka do të jetë mirë, murmuriti Dick. Këto ishin fjalë absurde përballë rrethanave kaq monstruoze, por ngushëllimi dhe siguria ishin ato që i duheshin vajzës. Vajza u lëriu. Ai po kthehet, të lutem. Pastaj fjalët e saj u shuan në një koll të dobët. Forca e saj po zbej qartësisht. Kush është ai? Pse do të varroste këtë vajzë me nipin e tij? Mendja e Dickut u trondit me një urgjencë të re. Ai grisi nyjet, litari ashpër i preu lëkurën. Vajza tani mezi ishte vetëdijshme, një kontrast i ftohtë me frikën që i diqej në sy, pak çaste më parë. Para se të mund të çlironte kyçet e saj, tingulli ritmik i hapave shpërqendroi vëmendjen. Ato vinin nga pas altarit dhe afroheshin me çdo rraje të ftohtë. Dikush po vinte. Paniku kërcënoi të glabëronte, por ai e shtypi me forcë brutale. Duhet të mendonte, duhet ta fshinte atë, por ku? Ulset ofronin pak mbulim dhe nuk ishte kohë për të arritur një dalje pa u parë. Ai shikoi arkivolin sërish, ishte shansi i tij vetëm. Ai murmuriti një falje të heshtur për nipin e tij të vdekur dhe manovroi butësisht vajzën përsëri brenda. I premtoi me një përshpëritje të ngjirë se do të kthehej për të. Kapaku mbyll me forcë, duke mbytur një ulërim paniku, ndërsa ai luftoi me kapsen. Pikërisht kur ajo mbyll, një figurë doli nga pas altarit. Gjaku i Dickut të ftohtë. Ishte Robert, nipi i tij tjetër, nipi i largët, nipi i urryer, jo një prift, jo një varrmies, por vetë gjaku i tij. Një buzëqeshje ftohtë i shtrëmboroi tiparet e njohura të Robertit. Robert, emri, jehona bosh në mendjen e Dickut, ndërsa e vështronte nipin e tij. Ai ishte diçka tjetër, një huaj me sy pangrotësi dhe një buzëqeshje grabitçar në buzë. E po, tha Roberti me zë të zgjatur, përshëndetje gjysh. Një val të përzierja shëpushtuan Dickun. Pesha e situatës e goditi me forcë brutale. Kjo nuk ishte një gabim. Arkivoli, vajza, gjithçka ishte e qëllimshme. Dick pyeti çfarë kuptimi kishte gjithë kjo. Nuk do të luante rolin e plakut të friksuar dhe me siguri nuk do të linte Robertin të shinte sa thelli ishte tronditur. Robert qeshe, por tingulli nuk ishte asnjë zhurmë humori. Pse gjythr? Së shpejti do të jesh ylli shfaqesh. Gjithmonë ke dashur skenën qendrore, apo jo? Fjalët rrithnin me ligësi, duke bërë tallje me shakat e buta që shpesh ndanin në kohë më të mira. Tani, çdo rrokje godiste Dickun si një goditje fizike. Çdo mirësi e kaluar, çdo moment lidhje familjare u shtrëmbërua në diçka groteske në vështrimin mizor të Robertit. Roberti eci drejt arkivolit, lëvizjet e tij ishin të ngadalta dhe grabitçare. Thjesht një surprizë e vogël për të zotët tanë. Ata presin një fjalim prekës për vëllain tim të dashur të ndar nga jeta, apo jo? Çfarë spektakli do të jetë kur të zbulojnë se gjyshi i tyre vjetë, por përpiqet të vitë të unazën dhe orën nga trupi. Ai bëri një gjest të rastësishëm drejt arkivolit. Stomaku i Dickut u shtrëngua. Fjalët e Robertit ishin të pakuptimta. Mendja e tij kaloi në shpejtësi të lartë. Para çdo gjëje tjetër duhet të përpiqet të mbante vajzën të sigurt. Policia ishte një opsion i mirë, por duhet të kthente situatën disi dhe të zbulonte çfarë po ndodhte para se të ishte vonë. Qetësia e jashtme Dickut u shemb, duke u kthyer në një vendosmëri të dëshpëruar. Me një val force të ushqyer nga adrenalina i e shtyu Robertin larg. Robert u pengua. Befasimi i kaloi në fytyrë, pastaj u kthye në një maskë zemërimi të ftohtë. Plaku ka ende forcë për të luftuar, sa prekse, talli Roberti. Ai u tërhoq. Mos u shqetëso gjysh, do t'i lëm autoritetet të vendosin çfarë lloj çmendurie je. Një shkëlqim në sytë e Robertit i tregoi Dickut se shpërthimi i tij kishte qenë një gabim. Tani nipja e tij e dinte se dëshpërimi e drejtonte, jo çmenduria. Robert do ta luante këtë, do ta shtrembëronte derisa policia të shinte vetëm një plak të çmendur. Dhe në rrethanat aktuale, ai nuk mund të rrezikonte të ekspozonte vajzën e tmerruar. Duhet të vepronte shpejt. I tha Roberti se kishte të drejtë dhe se duhet të ulej. Uli kokën dhe u shtir sikur ishte mundur. Dyshimet e Robertit duke se u letësuan disi. Sigurisht gjysh, ja ku të ndihmoj, tha ai duke zgjatur dorën me një buzëqeshje të rrem të stampuar në fytyrë. Dick eci ngadalë përpara dhe lejoi Robertin ta drejtonte te një ulse aty pranë. Çdo hap ishte një rrezik i llogaritur. Me një pshërtim të rënd, ai u rrëzua në dru të fortë. Bashkoi duart dhe bëri një shfaqje me gishta të dridhur dhe lutje të përshpëritura. Nga cepi i syrit ai vlerësoi reagimin e Robertit. Buzëqeshja lig ishte kthyer. Roberti ishte e bindur se kishte gjyshin pikërisht aty ku donte. Dick kërkoi një gotë ujë.
Robert u ndi kokën, pa pritur imazhin e Nipit të shqetësuar, me një herë gjysh, mos lëviz. Me këtë ai u largua me qëllim drejt fundit të kishës, me sa duket për të gjetur një enë me ujë. Zemra e Dikut rrinte fort kundër kraharorit. Të zotët e parë po mbërrinin. Ishte tani ose kurrë. Nuk mund të thuaj se çfarë ishte javë të bënte Robert ose si ishte përfshirë në gjithë këtë. Vështrimi i tij u kthye te arkivoli. Ishte një bast i dëshpëruar, por i vetmi. Ai mori një frymëmarrje të thellë dhe u hodh drejt arkivolit, pastaj hapi kapakun me një përplasje. Vajza u ngrit me një herë. Ai futi dorën në arkivol dhe tërhoqi jashtë, duke bërë një shfaqje, duke luftuar me kyçet e saj të lidhura. Disa të zotë u kthyen, shprehjet e tyre kaluan nga konfuzioni në alarm. Diki i njëroi, fokusi i tij ishte te Roberti, i cili po kthehej me nxitim. Ishte i tërbuar. "Çfarë ke bër?" u lëriu ai duke u vërsul drejt arkivolit. Dik shtyu vajzën drejt Robertit. "Më thuaj ti, Robert, kush është kjo krijesë e gjatë? Çfarë djallësie ke bër?" Akuzat e tij mbetën pezull në ajër. Vajza u pengua dobët me një shtyrje përfundimtare, Dik e bëri Robertin të rrëzohej brenda arkivolit. Pastaj, duke përdorur çdo grimcë të forcës së mbetur, mbylli kapakun me forcë. Kaosi shpërtheu. Disa nga gratë që po mbërrinin në ulërin, pastaj ulërima e padiskutueshme e sirenave dëportoi në konfuzion, e ndjekur nga një urdhër impret policor. Dyert e kishës u hapën me forcë. Oficierët pushtuan në hapësirën solemne. Brenda pak qasesh, e gjithë skena u transformua. Robert u tërhoq nga arkivoli duke sharë. Vajza u përkujdes nga paramedikët e shqetësuar. Dik shndroi mes razirës. Frymëmarrja e tij ishte e rëndë. Një kombinim i çuditshëm i lehtësimit dhe tmerrit e pushtoi. Pyetjet fluturonin të dendura dhe të shpejta. Dik u përgjigj sa më mirë që mundi. Ai e përshkroi Robertin si të paqëndrueshëm dhe veprimet e tij si një akt përfundimtar mizorie kundër familjes së tyre të pikolluar. Fjalët e vajzës mbështetën pretendimin e fajësisë së Robertit. Provat fizike ishin gjithashtu dënuese. Litaret e hedhur me nxitime aty pranë dhe gjurmët e gishtave të Robertit, të lyera në brendësi të kapakut të arkivolit, por thellësitë e vërteta të tradhtisë së Robertit nuk u zbuluan në kishë. Orë më vonë, në stacionin e policisë, një detektiv me fytyrë të zujmt rrëfeu një histori lakmie dhe ambicie të shtrembër. Robert kishte borxhe të mëdha. Ai kishte planifikuar shkatërimin e Dik, duke shpresuar të trashëgonte biznesin familjar dhe të zgjidhte problemet e tij financiare, veçanërisht tani që vëllai i tij kishte vdekur. Vajza, si çdoli, ishte një dëshmitare e marrëveshjeve të tij të dyshimta. Ajo kishte qenë asistentja e tij dhe do të heштej në mënyrën më të tmerrshme të imagjinueshme. Zbulimi e la Dikun të tronditur nuk ishte vetëm tradhtia, ishte realizimi i ftohtë se ai kurrë nuk e kishte njohur vërtet shturjen e Nipit të tij. Ndërsa Robert u largua në pranga, Dik e dinte se një fitore kaq e zbrazët nuk mund të fshinte kurrë humbjet. Nipi i tij vetëm i gjallë tani kishte ikur, ndoshta gjithmonë kishte qenë i tillë. Familja që dikur njinte ishte thyer në mënyrë të pakthyeshme. Ishte një plagë që koha mund ta zbute, por kurrë nuk do ta shëronte plotësisht. E gjitha për para, mendoi ai, dhe lakmia, çfarë humbjeje dhe çfarë tronditjeje. A keni një histori për një familje të ndarë nga lakmia? Na tregoni për të në komentet më poshtë. Do të donim të dëgjonim. Por tani ne po largohemi. Shihemi në videon tjetër.